Isuf Hajrullahu me lëpat ka ardhur të kontrollon arën e tij. Pasi shpalosi një pjesë të borës, u vërtetua se kishte mbir gruri. Isufi në arën e tij në fshatin Straçinc të Shkupit ka mbjell 1 hektar me grur. Për të, ky vit do të jetë i mbar, sepse siç thot toka do të ketë lagështi të mjaftueshme për kultivimin e grurit. Grunë kemi pas para se me ra borë, shemë dhe kemi pas mbjell 10 muaj, mira më nuk ishe shenja me bi. Me dal gruni se ishe kohë e thatë, shis keshe. Mira më shtash që borë si ka rajë që bash që një muaj të e përthuj se borë bardhemi të pa, e mirë që erë të shofim se unë s'ka marrë me pa arën të ime shemë. Mira më që ju bënë se bepe dhe erë dhe me pa arën, po shqyqirë zotit pa bin gruni, pas bibere që si vetë. Për shkak vërshimeve që ka plua në rajonin e Shkupit, banorëve të kësaj zone u është të thënë të mos mbillet asgjë, por ata pa e ditur se a është pjellore apo jo, kanë mbjell grur. Ekspertët që kanë kri me bujqësia, shemë tokën, kanë marrë aparatet, i kanë kontrolu. Mera më nësë kemi kur një shfarë lajmi që toka juve do të më mbjell, as do të më mbjell, shemë. S'ta kanë thonë kur gjonë, dikush po thot që kanë thonë mbjell nëse s'kanë toka e prishtet, shemë. E shtash duhet diçka me punu, apet, edhe pse kanë thonë atë se mes me mbjell, në duhet me mbjell, se duhet me jetu, duhet me hongër. Ma shumë mi kemi shvizu, shati ju si Straçinca, i kemi shvizu ma shumë Bostan, Pjepën, drezat që janë në venin e parë, edhe bon shumë drezat mira, se veni është ashtu edhe dalin pak më herët për qereve fshatra. Profesori i bujqësisë Ordan Çukavijev thot se shtresa e borës kanë ndihmuar si kur mbulesë mbrojtëse për drithërat, sidomos të grurit. Снегот всушност е добродојден за пченицата. Иако пченицата е... Bora është e mirë se ardhur për grurin, edhe pse e gjallë dhe jeshile ndodhen ndërbor. Në fakt ajo është izolues. Ajo bën izolim nga temperaturat e ulta, dhe në këtë mënyrë ajo nuk dëmtohet nga temperaturat dhe nuk shfaqet ngrirje. Edhe nga Ministria e Bujqësisë thonë se të mbjellat në këtë rajon janë të sigurta. Është i formuar komisioni prej profesorëve të bujqësisë, ku kanë deklaruar se është e sigurt për ushqim. Mundet që pritje të jenë atë sa kanë qenë, mirë po grurit që do të prodhohet do të jetë i shëndetshëm për konsumim. Tokat e fshatit Straçinc për momentin janë të mbjella 90% me grur. Ndryshe, ky vend është i njohur për kultivimin e drethzave dhe shalqirit.